Deputeti e re e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Eriona Ismaili mbajti gjatë kësaj të hëne të 29 shtatorit fjalën e parë në Kuvendin e Shqipërisë që pas betimit më 12 shtator. Deputetja Ismaili ka patur një mesazh të qartë drejtuar opozitës se jeta parlamentare duhet i rikthehet normalitetit. Ajo theksoi se deputetët e opozitës bullizojnë kur flasin kolegët e tyre të mazhorancës, por sipas Ismailit vizioni i Partisë Socialiste është i qartë dhe nuk ka hap pa pas. Ismaili apeloi që të respektohet kushtetuta dhe ligji, ndërsa tha se kjo qeveri prodhon më shumë demokraci se sa e bën opozita. Me thënë drejtën, për herë të parë pas 20 ditë punë në këtë institucion më të rëndësishmin edhe më demokratikun në Republikën e Shqipërisë, unë jam dakord me fjalën e një prej kolegëve të opozitës që ky kuvend duhet i kthehet normalitetit. E them këtë sepse vetëm normalitet kemi parë ne në këto 20 ditë punë që do duhej të ishën në minimum madje edhe zero, duke filluar që nga bullizimet kur një deputet i mazhorancës flet, duke vazhduar më pas me përmbajtjen e rregullores dhe kushtetutës edhe respektimin e ligjit. Unë e kuptoj edhe jam e bindur që ky institucion dhe kjo qeveri prodhon më shumë demokraci se sa opozita mundet që të ka përdzej, por ne kemi shumë qartë vizionin edhe ku duam të arrijmë, kështu që nuk bëjmë asnjë hap pas. Ndërsa duke folur për procedurën, deputetja socialiste e qarku të Vlorës Eriona Ismaili me batut tha se me këtë pjesë do të merret diella për të regjistruar çdo veprim dhe sjellje të kundërligjshme të deputetëve të opozitës. Për procedurën e famshme, që është folur kaq gjatë edhe kaq shumë, do duhej që në fakt në procedurë të ishën të transkriptuara e zezë mbi të bardhë çdo shishe e hedhur mbi kokat e ministrave, çdo kushtetut e fluturuar e çdo libër e rregullore gjithashtu, por unë mendoj që kjo do jetë një detyrë që do ja caktojmë diellës, edhe pse duhet me shumë turp të lexohen transkriptime të procedurave dhe të procesverbaleve sjellja e opozitës deri më sot. Faleminderit.